Fenomeni I posedimit të armëve pa leje duket se po rikthehet me intensitet në rajonin e Gostivarit, duke ngritur sërish shqetësimin për siguri publike dhe qarkullimin e armëve ilegale në zonat rurale. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme me datën 29 tetor të vitit 2025, rreth orës 15:15 minuta në fshatin Reçan, zyrtarët policor nga Departamenti I Punëve të Brendshme të Gostivarit arrestuan personin me inicialen NS, 22 vjeç nga I njëjti fshat, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale, prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtim I pa autorizuar I armëve ose substancave shpërthyese e dënueshme sipas nenit 396 të Kodit Penal. Po atë ditë rreth orës 14:10 minuta, në bazë të urdhërit të gjykatës, policia kreu kontroll në shtëpinë dhe lokalet ndihmëse të dishuarit. Gjatë kontrollit, personi me inicialen NS vet raportoi se posedonte një pushkë gjuetie me 12 fishek pa leje përkatëse, të cilat I dorëzoi vullnetarisht para oficerëve të policisë. Pas arrestimit, personi me inicialen NS u ndalua në stacionin policor të Gostivarit, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të ngritet kazim penal kundër tij. Vetëm gjatë muajve të fundit, në disa fshatra në rajonin e Gostivarit janë regjistruar rastet e përsëritura të kapjes së armëve pa leje, çka tregon për vazhdimsinë e një dukurie që nuk po zbehet pavarësisht kontrolleve të shpeshta të policisë. Autoritetet theksojnë se mbajtja e armëve pa leje përmban vepër penale serioze që ndëshkohet me ligj. Ndërkaq, policia e Gostivarit ka paralajmëruar se do të intensifikojë aksionet e kontrollit në kuadër të përpjekjeve për uljen e qarkullimit ilegal të armëve dhe rritjen e sigurisë publike.